Fituesi e edicionit të tretë të Ferma VIP Mimoza Ahmeti është shfaqur së fundmi në protestat që po zhvillohen në Shqipëri kundër projektit të Zvërnecit e për çështje të tjera të ngritura nga qytetarët. Pamjet janë bërë publike nga vajza e saj Luka, e cila ka ndarë në Instagram një video ku poetja dhe shkrimtarja shihet mes protestuesve. Krahas videos ajo ka shkruar: "Disa ditë më parë duke mbështetur njerëzit tanë, shtëpinë tonë dhe natyrën tonë të bukur." Postimi ka tërhequr vëmendjen e mijëra ndjekësve, jo vetëm për praninë e Mozës në protestë, por edhe për faktin se videoja është rishpërndar më pas nga vetë ajo në profilin e saj, duke konfirmuar mbështetjen për kauzën e protestuesve. Prania e Mimoza Ahmetit në tubime po komentohet gjerësisht në rrjetet sociale, pasi vjen vetëm pak ditë pas fitorisë së saj në Ferma VIP, ku u kthye në një nga personazhet më të diskutuara të sezonit. Ky konsiderohet gjithashtu një nga reagimet e para publike të saj pas përfundimit të reality show-t, ndërsa shumë ndjekës kanë vënë re se poetja ka zgjedhur të pozicionohet publikisht në një nga debatet më të nxehta të momentit në vend. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.